se qysh ti pëthu presidentja nuk ka nevojë me pyet për shembull gjykatën kushtetuese për interpretim. E më thonë që tu e kemi një konflikt. Një parti po thotë mu kanë mohu drejtat themelore që mbrojtna me kushtetutë, edhe ti po thu punë e madhe. Çka nëse nesër i mohohet dikujt tjetër? Se ti nuk mundesh, po mirë, çfarë unë di se Albini ke duhet më marrë vendimet këtë rast si mas teje. Se gjykata kushtetuese nuk ekziston. Baba, në rregull është. Mirë, po natë. Ma tregon një vend tjetër në Evropë që gjykata kushtetuese pyetet ka gjykata kushtetuese ose zot krejt. Tu udhëheq politikën praktikisht. Jo, nuk ju udhëheq politikën. Ju udhëheq vetëm kur ka qeveri shallatona, që morri ka 15 ligje i çojnë që na antikushtetues. Qeveri tjera ka pas tash tani ligj 2. Ata çojnë në fund çat mendim që pa ata. Po, se është çore. Problemi është ti nuk po don me pranu kushtetutën edhe ligjet. Ti po thu na do të mi pranojmë interpretimet tona. Ti ki shef interpretimet e vetvendosjes edhe frymat që ti mendon që duhet me pas kushtetuese na krejt me bashkangjitës asoj. E nuk është. Republikën e tretë, unë nuk jam robi i kushtetues. As i ligj. Do të merrzu këtë ran kushtetues, e di mirëzone. Unë nuk personalisht e mendoj popullin njerëz asnjë ligj asnjë kushtetues. Personalisht së përshtatet asnjë ligj asnjë kushtetues, po do ta respektoj. Javën tjetër nisim një raket për hon. Nisu anena, a ke shko? As kushtetues as ligj. Sakt. Po çështja është mundesh. A çtu në Evropë ka kushtetutë dhe ligj. Po, kupton? Edhe duhet me respektu. Po me respektu eksakt. E një qeveri që lajçon 15 ligje prej tyre themelore kështu të rëndësishme, një 4-5, që i prekë thelbin e drejtësisë këtë vend, e jo nati kushtetues. Nuk shu ditë në që të kjo duket pa lidhje. Po me që thatë, që kjo zoja nuk e ka lujt rolin e vetë, se ne ka pas për me mbrojt rendi kushtetues. Nuk e ka lujt. E ka marrë rolin e argatit të Albin Kurtit, që tu jemi. E mos mundohem në atash, para një dileme. S'ka qenë generator i kësaj, do më papjekuria politike ka... i virë në është gjithanshme. Kjo është politike. Kjo gjithë para një situatë në cilën interpretimin e ka pas gabum politikisht edhe juridikisht. Por kjo nuk ka qenë iniciatore e krizës. Kriza ka ardhur si mos kuptimi i thellë i detyrave politike të konceptit. Nuk ka qenë kjo burimi i problemit. Ama po, papjekuri ka tregu të një interpretim. Prej tjepe, vetë, që ka thot mi moda që na nuk kemi vot për Lisën Srpska. E tash, qysh pas të në vot në kuvend për Lisën Srpska kur ke puna në fillim me certifikimet ose qysh i bjerë të mandateve. Kur ka e kriza e parë që ndodhin kuvend, vetë vendosja votoj që këta qenë kanë përfaqësues legjitim të kuvendit. Mandej ma vonë s'qenë ka. Tu edhe ma herët listën së E këtu duhet krajen për fushata, për me ndohë popullin që shmujnë aty. Po tash kemi ma fushata, duhet me zgjidh çështjen. Jo, fushat permanenti me razëmi. Dhe që gjithë ata që dojnë me jetë përpara janë të preokupuar se si me zgjidh çështjen. Problemi është se ky vendim, sidomos, i qetë sipas mendimit tim në përballje në dilemë dy koncepte të fuqishme. Ate për mbrojtjen e komuniteteve, për çka po flet ylli me drejt, e që bashkësia ndërkombëtare fillimisht mbi të gjitha ka vu pik mbi i te ky fenomen, te çështja e minoriteteve, dhe e ka bë kategori madje kolektive. Qytetari shqiptar është si qytetar i trajtuar, ndërkaq qytetari minoritar serb, bosnjak e tjerë është kategori kolektive. Po, sepse i ka të rezervuara vendet, i ka çka, vendet rezervuara, përfaqësim e tjerë. Dhe çto do të thotë? Po. Kemi një nën kushtetutë, quhet neni 58. Përgjegjësitë e shtetit. Përgjegjësitë e Kosovës. Si janë as përgjegjësitë e kryeministit, as parlamentit, shtetit. Po, sakt. Aty him ne në raport me minoritetin serb. E këtu delte mendimi i dytë që po përballet funksionaliteti i shtetit. Ne jemi përballë këtyre dy fenomeneve. Mbrojtja në emër të mbrojtjes së minoriteteve mund të rrashasim në veto dhe defunksionalizim të Republikës. Po, mund me të pyeti. Po ndërtu dhe në mekanizëm? Në çka një zavendës kryetar kuvendi e disfunksionalizon shtetin. Absolutisht. Jo, shikoj, do të me trajtu kaj teknikisht. Në çka e disfunksionalizon Nëse Republikën? gjatë që kjo shumica që po flet profesori. Ne shqiptarët e kemi bënë gogë. Nëse ti nuk e deblokon dhe me votu në grup, atëherë po je pjesë e bllokimit edhe ti vetë.